Filmi Zgjoj u shfaq në ambientet e bibliotekës Skënderluar Rasi në Ersek, ku publiku pati mundësinë të ndjekë një rrëfim të bazuar në histori reale të grave të Krushës së Madhe pas luftës në Kosovë. Në qendër të filmit është historia e një gruaje që përballë humbjes dhe pasigurisë zgjedh të mos dorëzohet duke marrë mbi supe përgjegjësinë për familjen dhe duke kërkuar një rrugë mbijetese. E frymëzuar nga Fahrie Hoti, kjo histori pasqyron sfidat e përditshme, por edhe forcën për të nisur nga e para. Por neve ka qenë e pamundshme se çdo sa ne kishim nga ekonomia familjare të shkatruar dhe fëmia ishin të vogël edhe nuk kish veçë vrarë veç bashkëshorti im, po ishin vrarë dhe anëtar të tjerë të familjes. Në fshatin ku jetojshim na, ka qenë një tokë pjellore që kemi kultivuar para luftës specën, domatën, trangun, qepën, edhe çdo kulturë vendosa ti kultivoj specët në fushë të hapën me mendimin që do t'i plasojnë treg dhe t'i shes të freskë. Po ka qenë shumë e zashme, kemi qenë dveja, para gjykimet, dhe ka qenë shumë e vështirë për një gru të vetë del të rreshtohet me burra në treg dhe t'i shet. Përmes bashkëpunimit, gratë e Krushës së Madhe arrin ta kthejnë një iniciativë të vogël në një burim të qëndrueshëm jetese, duke sfiduar njëkohësisht paragjykimet dhe vështirësitë ekonomike të kohës. Tash kemi mri aty atë kulminacionin e punës ku jemi sot, dhe tash dhe në publik, që tash jemi 35 punëtore, e kemi objektin 1200 kvadrat, jemi shtrinë për tregjet të Evropës, 80% e produktit eksportohet, 20% është për tregun vendor. Ka pas sfida, ka qenë rrugëtim shumë i zarshëm, sidomos për mua si iniciatore. Po megjithatë, asnjëherë s'jemi dorëzuar dhe sot jemi model më i miri i atij vendit. Shfaqja në Ersek u prit me interes nga publiku i cili vlerësoi filmin si një histori prekse që njëkohësisht përcjell mesazhe force, qëndrese dhe solidariteti. I vlerësuar edhe në festivale ndërkombëtare, Zgjoj mbetet një dëshmi e fortë e realitetit të pasluftës dhe e rolit të grave në rindërtimin e jetës.